Zhvillimet e fundit në skenën politike të Kosovës kanë rikthyer tensionet mes institucioneve më të larta të shtetit, këtë herë pas veprimeve dhe deklaratave të presidentes Vjosa Osmani ndaj qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti. Ajo që deri dje konsiderohej një aleancë politike që kishte ardhur në pushtet mbi premtimin për ndryshim, sot po shndrohet në një përplasje të hapur politike dhe institucionale. Përplasjet u theksuan më shumë, veçanërisht pasi lëvizja vetëvendosje vendosi të mos e mbështesë kandidimin e Osmanit për presidente, një vendim që në vend se të trajtohej si një zhvillim normal politik, u pasua me një ashpërsim të qëndrimeve të saj ndaj qeverisë. Vendimi i presidentes për të dekretuar shpërndarjen e kuvendit është interpretuar nga shumë persona si një veprim që rrezikon stabilitetin institucional dhe që mund ta fusë vendin në një krizë të panevojshme politike. Në të njëjtën kohë, në debat është rikthyer edhe raporti i saj me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, për të cilin ajo është kritikuar vazhdimisht nga kundërshtarët politik. Sipas tyre, aprimi i Osmanit me Ramën dhe qëndrimet e fundit ndaj qeverisë Kurti kanë ngritur dyshime se pas këtij ndryshimi të qasjes mund të qëndrojnë edhe kalkulime të reja politike. Në këtë situatë, natyrshëm lind pyetja nëse veprimet e fundit të presidentes janë në funksion të stabilitetit të vendit apo po e shtyn Kosovën drejt një përplasjeje të re politike në një moment kur vendi përballet me sfida të rëndësishme të brendshme dhe ndërkombëtare. Mekuli, egoja, luksi dhe thikat pas shpine, shkëlqimi dhe rënja e Vjosa Osmanit. E në lidhje me këtë temë për bota sot, foli Gëzim Mekuli, njohës i shkencave të mediave dhe retorikës. Së pari, ai u tregua kritik ndaj presidentes Osmani, derisa tha se po veprimet e saj të fundit po tregojnë një epsh të qartë për pushtet dhe luks. Madje, konsideron se pikërisht kjo e fundit ka zgjedhur përçarje në një kohë kur Kosova ka nevojë më së shumti për unitet. Ajo që po shohim sot nga Vjosa Osmani është një shfaqje e pastër e epshit për pushtet dhe luks, e mbështjellur me një ego që po tenton të glaborojë çdo gjë para vetes. Osmani po sillet si një kauboj i Teksasi në mes të Prishtinës, duke përdorur një gjuhë të ashpër, të papërshtatshme, pa respekt për hierarkinë shtetërore dhe krejtësisht jo diplomatike. Kjo nuk është thjesht një krizë komunikimi, ky është një komplot i heshtur ndaj stabilitetit të veriut të Kosovës. Kur një kryetar e shteti zgjedh të sulmojë qeverinë e vendit të saj në Sabah, dhe në momentet më kyçe gjeopolitike, ajo nuk po bën opozit, ajo po bën një puç moral dhe komplot politik mbi themelet e Kosovës. Ajo sot ka zgjedhur të jetë një element përçarës në një kohë kur bota po ndizet dhe Kosova ka nevojë për unitet sikur më parë. Dëmi tashmë është bërë dhe era e këtij tradhtimi institucional do të ndihet gjatë, shumë gjatë. Për këtë, Mekuli voli edhe mbi atë se çka ka ndikuar në këtë ndryshim të qasjes së Osmanit, e që sipas tij, rol kyç në këtë pikë ka etja e saj për protagonizëm absolut. Madje beson se veprimet e saj po e deklasojnë atë si lidere, duke parë edhe reagimet që kanë ardhur më pas janë më të dëmshme se ato të opozitës. Unë nuk jam binjëri të kuptoj se çka dreqi ka ndikuar tek Ze Osmani, por ndryshimi i saj vjen nga etja për protagonizëm absolut. Vërtet ajo nuk ka ndryshuar, ajo ishte dhe është vetja e saj. Ajo duket se ushqen iluzionin se është një Margaret Thatcher ballkanike, por këtu kemi një dallim rrënjësor. Thatcher indikoi pozitivisht në politikë sepse forcoi shtetin britanik përmes parimeve të hekurta, ndërsa Osmani mendon se shteti bëhet me fotografi dhe villa luksoze, veshje të shtrenjta, botox dhe poza në rrjete sociale. Nga këndvështrimi i shkencave politike, veprimet e saj e deklasojnë atë si lidere. Ajo ka thyer parimin e unitetit institucional, duke u akorduar me qarqe të dyshimta që nuk e duan pavarësinë tonë. Shiko reagimin e Grinellit, ideologut të coptimit të Kosovës, ku ai argitet dhe gëzohet për minimimin e qeverisë së Kosovës. Kjo sjellje e saj është më e dëmshme se ajo e opozitës dhe media së korruptuar të Kosovës, sepse ndërsa opozita manipulon dhe sulmon nga jashtë, Osmani po e minon Kalan nga brenda bashkështu si veproi Hamza Kastriti ndaj Gjergj Kastritit, Skënderbeu. Po, tek kjo grua mungon tërësisht elementi human, empatia historike dhe patriotizmi shqiptar, duke u zëvendësuar nga një ego e ftohtë që nuk sheh asgjë tjetër para vetes përveç pasqyrimit të vetvetes dhe një flamur i fantazëm dardane të shkëpur nga identiteti shqiptar. Shtjelloi ai. Mëtej, njohës i shpjencave të medjave u ndal edhe te afërsia e Osmanit me Ramën, e që vlerëson se kjo ishte vula e devijimit politik të presidentes e Kosovës. Sipas tij, me rreshtimin e saj krah Ramës, Osmani po e tradhton rrugtimin ton shtetformues, e gjë për të cilën buhet marrë në pyetje. Edi Rama nuk është perëndia. Gjithsesi, afërsia e saj me Ramën është vula e këtij devijimi politik. Rama ka treguar vazhdimisht se luan me letra të rrezikshme për Kosovën, duke u bërë braje mik me Aleksandr Vučićin në dëm të interesave tona kombëtare dhe shtetërore. Ballkani i hapur, draft statuti i asociacionit, gjykata një etnike në Hag, diplomacia e pajtuesit, ku drama e shet Kosovën në tryezat ndërkombëtare për të rritur imazhin e tij si lider rajonal.
E Vjosa Osmani duke u rreshtier pas tij, po tradhton rrugtimin ton shtetformues. Ajo duhet pyetur urgjentisht, a e njeh ajo historinë e popullit shqiptar të parë nga sy serb? A ka dëgjuar ndonjëherë kjo kauboje për memorandumin e Vaso Çubrilovićit? Dokumentet si ai i Çubrilovićit synonin pikërisht përçarjen e shqiptarëve dhe krijimin e krizave të brendshme për të lehtësuar dominimin serb. Kur Osmani krijon këtë përçarje komploti mes institucioneve, ajo po zbaton pikërisht atë që Beogradi i motshëm ka ëndruar gjithmonë, një Kosovë të ndarë, të paunifikuar dhe të dobët. Paçe kur flasim për memorandumin e Vaso Çubrilovićit, duhet jemi të rrept. Strategjia serbe ka qenë gjithmonë përçaj dhe sundo. Duke krijuar këtë hendek komploti mes presidencës dhe qeverisë, Osmani po i jep Serbisë peshqeshin më të madh që nga 2008-a. Ajo po dëshmon se nuk e njeh historinë e dhimbjes së popullit të saj, ose më keq, ka vendosur ta injorojë atë për hir të një karriere që kërkon ta ndërtojë mbi rrënjurat e shtetit të plaçkitur të Kosovës. Mëtej ai tregoi se pse janë të dyshimta veprimet politike të Osmanit, e të cilat sipas tij kanë shkaktuar dëm të madh Kosovës. Duhet të nënvizoj se në këtë situatë gjeopolitike tejet ndjeshme, veprimet e Osmanit janë më shumë se dyshuese. Kur një kryetare braktis koordinimin shtetëror për të ndjekur agjendën pa kryeministrit të Tiranës, që njihet për afërsinë me Serbinë, ajo ka humbur legjitimitetin moral dhe politik. Ajo nuk e sheh më Kosovën si politik, e si diçka njerëzore, por sheh vetëm lavdinë e saj të rreme. E thash më sipër dhe po e përsëris, se dëmi është bërë dhe historia shqiptare do ta mbajë mend si udhëheqësen që preferoi pasqyrat dhe lartësitë e rreme për integritetit të vendit të saj. Ndër të tjera ai komentoi edhe në aspektin e teorive të shkencave politike dhe psikologjisë së pushtetit, leadershipin e Osmanit, që sipas tij karakterizohet nga 3 pikat themelore. Për të mbyllur këtë, duhet thënë troç, ajo që po shohim te Vjosa Osmani sot është rasti shkollor i leadershipit narcisist në politikë. Sipas teorive të shkencave politike dhe psikologjisë së pushtetit, ky lloj leadershipi karakterizohet nga megalomania e imazhit, kur lideri beson se shteti është ai vet, l'estat c'est moi, dhe çdo kritik ndaj tij e sheh si atak ndaj kombit. Mungesa e empatisë institucionale, injorimi i pasojave që zgjidh përçarja e brendshme në raport me sigurinë kombëtare. 3. Etja për admirim të jashtëm, turi për të dukur bukur në sytë e ndërkombëtarëve dhe vëllezërve si Edi Rama, duke sakrifikuar koezionin e brendshëm të vendit. Për mua, për shqiptarët e ndershëm dhe të pakorruptuar, për qytetarin e padjallëzuar, Vjosa Osmani ka kaluar vinjën e kuqe. Nga një shpresë politike, ajo tani më është shndruar në një kancer institucional. Me këtë gjuhë prej kauboj, me këtë mungesë patriotizmi, njerëzilliku dhe me këtë afërsi të dyshimte me qarqe që flirtojnë me Vučićin, ajo po dëmton Kosovën. E përsëris, dëmi tashmë është bërë, maskat kanë rënë dhe tani Kosova duhet të zgjohet, para se egoja e një gruaje apo nesër të një buri të bëhet gozhd në arkuvolin e pavarësisë të Norgut të Kosovës. Përfundoi gëzim me kuli për bota sot.